Në fillim elusim Allahun Azza wa Jall që të na bën të sinqert, të na bën të devotshëm, të na bën prej atyre të cilët e ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të na bën prej të dashurve të Allahut Azza wa Jall. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bashkon dhe të na vëllazëron, të na bën vëllezër të cilët e duam njëri tjetrin për hir të Allahut, dhe me këtë dashuri Allahu të na ngrit në grada të larta në Firdaus. Allahun elusim që të na fut në Xhenetul Firdaus me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me njerëzit e mirë, ashtu sigur se që na ka tubu dhe na ka mbledh në këtë xhami, lusim Allahun Azza wa Jall që na bashkon në Xhenetul Firdaus. Amin. Të nderuar vëllezër, tema jonë e sotit është kush është i dashuri i Allahut Azza wa Jall. Kush janë të dashurit e Allahut Azza wa Jall. Do të shpjegojmë një hadith që flet për të dashurit e Allahut Azza wa Jall. Në këtë hadith do të përmendim pra çfarë vlere dhe çfarë dobi përfitojmë nga ky hadith, dhe kuptimit gjuhësore do të përmendim, dhe gjithashtu biografinë e shkurtër të Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Pra ky hadith është an Ebi Hurajrës radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qal. Transmetohet prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thot Allahu Azza wa Jall man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Pra hadithi është kutsi, ku thot Allahu, kush e armiqëson të dashurin tim, unë thot do t'i shpalli ati luft. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. Me asgjë robi im nuk mund të më afrohet mua pos me atë që unë ja kam bërë obligim, me farzët, me urdhnat që e kam urdhnu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Vazhdon robi të afrohet tek unë me veprat vullnetare derisa të bëhet i dashuri im, derisa unë ta du. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. E kur e du robin tim, ai ndëgjon me ndëgjimin tim. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dhe ai shiqon me shiqimin tim. Wa yadahu allati yabtishu biha, dhe më thonë ai prek vetëm aty ku Allahu është i knasht. Wa rijluhu allati yamshi biha, dhe ai hec vetëm aty ku Allahu Azza wa Jall është i knasht. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Nëse robi im kërkon diç prej meje, un kam i dhon. Wala in ista'adhani la u'idhanna. E nëse kërkon mbrojtje, kam për ta mbrojtur. Këtë hadith e transmeton Imam al-Bukhari. Ky hadith ka të bëj me evlijat e Allahut, me të dashurit e Allahut. Hadith më i mirë që shpjegon se kush janë të dashurit e Allahut nuk ka. Ky hadith është më i mirë që shpjegon cilësitë dhe sifatet e evlijave të Allahut. Transmetuesi i këtij hadithi është Ebi Hurajra radhiyallahu anhu. Emrin e ka Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Dietar kanë bë ihtilaf rreth emrit të Ebu Hurajrës, po më i saktë është Abdurrahman ibn Amr ad-Dawsi. Ka pranuar Islamin në vitin e 7 sipas Hijretit. Në fillim të vitit 7 sipas Hijretit, në luftën e Khayberit, me kur pejgamberi sa ka luftuar me kundra jahudive. Pra vetëm 3 vite ka jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam
mirë po ka mbledh shumë hadithe dhe ka transmetuar shumë hadithe dhe ka qenë njëri prej më së shumtive që prej sahabëve që ka transmetuar hadithe. Për arsye se i dërguari i Allahut e ka pasë ki kujdeset për hadithin dhe ka thirrë një pejgamberi alayhis salam dhe ka bëu dua për Ebu Hurajrën dhe thot Ebu Hurajra thot çdo hadith pastaj që e kam dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kam mësu. Ka flet në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ashab as-suffa. Kanë qenë disa sahabe që kanë bëu hijret prej Mekës, nuk kanë pas shtëpia, kanë flet në xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe ata janë quajtur ashab as-suffa, kanë qenë për afërsisht 70 veta. Edhe Abu Huraira aty kanë ndejtë. Ka qenë miskin, ka qenë fukara, mirë po ka transmetuar shumë hadithe. Edhe disa prej sahabëve kanë thonë, çish ke mundësi ti gjithë këto hadithe mi transmetu? Ka thonë pejgamberi asam. Pra 5374 hadithe ka transmetuar Ebu Huraira. Thot kur ju të gjithë shkojshin nëpër tregjet e juaja, ju bëshit tregti, ju ishit, më thonë, u mishit me dunjon, unë risha të xhamia pejgamberit alayhis salam dhe çdo hadith që pejgamberi alayhis salam e thoshte unë më njëherë e mësojsha për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë i kujdesshëm, ka dosht hadithin dhe me të vërtet Allahu ja mundësoi dhe u bë hafidh i hadithit dhe ka transmetuar, domethënë më shumë të prekes sahabe kanë transmetuar hadithe, edhe pse ka qëndruar vetëm 3 vite me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alayhis salam ka thonë në një hadith, nadar Allahu mri'in sami'a maqalati. Allahu ja ndriçoft fytyrën, ja boft nur, i dhasht dritë atij personi që e ndëgjon fjalën time. Fa addaha kama sami'aha. Dhe e transmeton ashtu sikur se që e kanë dëgjuar. Fa rubba muballighin aw amin as-sami'. Ndodh që ai i cili e ndëgjon fjalën time e kupton më mirë se ai që e transmeton. Ndodh që ai i cili e ndëgjon më mirë e kupton dhe më mirë e praktikon se ai i cili e transmeton. Po pejgamberi asam ka bëu dua. Dua ka bëu për atë që transmeton fjalët e pejgamberit. Transmeton edhe nëse një ajet, edhe nëse një hadith e dini. Allahu ja ndriçoft fytyrën. Ebu Huraira ka transmetuar hadithe. Dhe njëherë Ebu Huraira e bën një dua shumë interesant. Shikoni se selefët e parë tonë si kanë qenë të kujdesshëm që njerëzit bëjnë dua për Ebu Huraira. Ka thonë, o Allah, fale Ebu Hurairën dhe fale nonën Ebu Hurairës, sepse edhe nona Ebu Hurairës e pranon Islamin me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bën. Domethënë Ebu Huraira ka historinë e gatë, po shkurtimisht lidhe me Ebu Hurairën, thot o Allah, fale Ebu Hurairën. Edhe nonën e Ebu Hurairës. Dhe fali ata që bëjnë dua për Ebu Hurairën dhe për nonën e Ebu Hurairës. Kështu që kur bëjmë një dua për Ebu Hurairën edhe për nonën e Ebu Hurairës, neve na rog duaja e Ebu Hurairës. Ka thonë fale Ebu Hurairën, nonën e Ebu Hurairës edhe për ata që bëjnë dua për Ebu Hurairën edhe për nonën e Ebu Hurairës. Kështu kanë qenë sahabët radhiyallahu anhum të kujdesshëm që të fitojnë sa më shumë sevape që të bëjnë dua njerëzit për ata. Vdesh në vitin 57 radhiyallahu anhu. Allahu është i kënaqur dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta falë Ebu Hurairën dhe nonën e Ebu Hurairës dhe lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bashkon në xhennet me Ebu Hurairën, me sahabët dhe me të gjithë pejgamberlërës. Amin. Kuptimi gjuhësor i hadithit të ndëror vëzër, men aada li waliyan. Kush e armiqson të dashurin tim, faqat adhantuhu bil harb. Ai cili armiqson të dashurin tim, unë thot Allahu i shpalli luft. Kush është waliullah? Kush është
i dashuri i Allahut. Dietarët kanë dhënë definicion për evlijat e Allahut. Dhe thonë, huwa al-mu'min at-taqi al-alimu billah. I dashuri i Allahut është mu'mini, besimtari, at-taqi, që i ka frikë Allahut, al-alimu billah, që e njeh Allahun. E njeh cilësitë e Allahut. El-muhafidh ala hududillah, që i ruan kufit e Allahut dhe që i vepron obligimet dhe urdhat që Allahu e ka urdhëruar. Kjo është definicioni i welijit, i të dashurit të Allahut. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an, A'udhu billahi minash rajim. Ala inna awliya Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Me të vërtet, evlijat e Allahut, të dashurit e Allahut, nuk ka frikë për ta dhe nuk mërziten, nuk dëshpërohen. Kush janë këta? Kush janë evlijat e Allahut? Allahu vazhdon dhe thot, Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata janë ata që kanë besu dhe i kanë pas frikë Allahut Azza wa Jall. Janë rujt prej të këqijave, prej gjunaheve, janë rujt mos vërojnë gjunahe. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Pra këta janë evlijat të dashurit e Allahut Azza wa Jall. Dhe nuk janë ata që thonë sufit, tarikatët, dërvishat, që thonë se është shehu që e ka rrit gradën e lartë dhe ma ai s'ka nevojë për ibadet, e ka arrit yaqinin, ka arrit bindjen dhe ai është bën në gradë të Zotit. Pastaj njerëzit pastaj ato muridat e vet shkojnë e adhurojnë atë. Ka arrit në gradën e Zotit, ashtu ato e konsiderojnë dërvishat. Edhe e adhurojnë shehun. Edhe thonë se ai, dhe me thonë, është si Zoti, i frigohen prej atij. Dhe argumentojnë me ajet. Subhanallah. Me ajet argumentojnë. Çdo kush argumenton me ajet. Mirë po duhet me këshill ajetin si kanë kuptuar sahabët. Jo si ma mërmendja. Ajeti thot në Kur'an Allahu, fa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroje Allahun derisa të vjen vdekja. Yaqin, me këthin në aspektin gjuhësor është bindja. Ato thonë adhuroje Allahun derisa të bindesh. Ato adhurojnë Allahun me një kohë, pastaj edhe ndalen. Dhe kanë arrit bindjen, por nuk kanë nevojë. Vën, ky ajet është për qëllim adhuroje Allahun deri në vdekje. Bëni ibadet Allahut deri në vdekje, kështu kuptohet. Ata kështu ndalen. Gjithashtu marrin ajetin tjetër, "Wadhkur rabbaka idha nasit." Kujtoje Allahun kur të harrosh. Kur të harrosh diçka, kujtoje Allahun, Allahu ta kujton. Kështu është qëllimi. Ata çka thonë? Ata thonë sufit, ti harroje vetveten tënde, hin trans, edhe harroj për teje, edhe bëni çfarë lloji dhikrit, domethënë çka as se përmendin Allahun, kurse me zemër e bëni dhikr, pra e harroj vetveten, edhe këtë mënyrë e adhuron Allahun. Domethënë ajetin ka e prapë e kuptojnë. Harroj veten, në këtë mënyrë e kujton Allahun. Pra, këto nuk janë evlijat e Allahut. Këto janë evlijat të shejtanit. Sepse e kanë deviju rrugën e Allahut. E kanë deviju rrugën e pejgamberit. Gjithashtu vëllezër, nuk janë evlijat e Allahut ata të cilët mundohen që ta lënë këtë dunjon. Pra, kanë teshat mira mu vesh, nuk veshën me teshat mira. Pra, nuk pastrohen, nuk lahen, veshin teshat të shkoshta, ai s'ka e kuptojmë, nuk ka. Me përse Allah Azza wa Jall të ka dhënë pasuri,
Allahu ka merak me ta pa teshën. Dhunti që ti ka dhënë, Allahu ka dëshirë që të shohë me tesha të bukura. Kështu kanë vepruar pra Khawarisht në kohën e Aliut radiallahu anhu. Kur Ibn Abasi ka shku me debatu me ata, ka vesh teshën më të bukur që e ka. 1000 dirhem e ka pas një tesh, kur është taku me njerëzit, kur ka falë namaz, e ka vesh teshën më të bukur. Dhe ka shku të Khawarisht. Debati është shumë është i gatë, në një tjetër inshallah do të shpjegojmë si është zhvilluar debati. Kur e kanë pa Khawarisht, ka desh me debatu se atë kanë thonë se Ali është radiallahu anhu është kafir. Kur e kanë pa Ibn Abbasin me tesha të bukura, ka thonë ti, djali i Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me pas dunjon zemër, me kanë pa me tesha të bukura, i parfumos, i bukur i mirë, thot, a ju e njihni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më mirë, apo unë e njoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? I thonë, ti e njeh më mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata se kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, walladhi nafsi biyadi, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im. Unë e kam pa pejgamberin alaihi wasallam një tesh të bukur, të pastër, të mirë, thot, ish parfumos, thot, nuk kish person më të bukur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë vesh tesha të shkoçta, pa larë, dhe më thonë, që është në bëjna ibadet, sa nuk interesona për jetën për dunjonit. Thot, pejgamberi alaihi wasallam, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah është i bukur, edhe e don sendin që është i bukur, e don teshën e bukur, ka dëshirë Allah t'ja shofe dhuntit robit të vet. Një ditë Aisha radiallahu anha i shef disa njerëz duke mirë po ato hecin si të vdekt. Duke tregu devotshmëri që unë jam i devotshëm, i kam frikë Allahut. Si të vdekt, i kanë kap durr kështu. Janë më lisur, hecin ato, do të thonë çfarë shumë kanë bëu ibadet. Aisha radiallahu anha thot, kush janë këto njerëz? Thot, këto njerëz çfarë shumë bëjnë ibadet, natën lodhën, çfarë shumë saqë mo edhe mundën me hec. Thot Aisha radiallahu anha thot, wallahi, thot, Omeri radiallahu anhu i ka pas frikë Allahut më shumë se këta. Walakin idha mesha asra. Mirë po Omeri kur ka hec, ka shpejtu. Wa idha takallama asma. Kur ka fol Omeri, të gjithë njerëzit e kanë dëgju. Wa idha daraba awja. Kur ka mshu Omeri, ka gjek. Kur ka rrefën, ato që kanë lujt me ajetet e Allahut, që i kanë njoni prej njerëzve ka qenë i cili ka lujt me fjalët e Allahut. I kanë thonë, filan ajetit i ka komentue si ka dasht vetë, i ka komentue. Edhe ka thirë Omer, edhe ka marrë në shkop, edhe ka mshu në krije, edhe ka përzon për ati vendit. Edhe kur i kanë thonë njerët, hajde thuj ato ajetet, hajde me buaj gare me ajetet, ka thonë, valla, ka thonë Omeri, me ka thonë, një mësim, ka thonë, kur sare. Po mas vdekës Omerit ka shkuj, ka thonë, hajde, ka thonë, pas se ka vdekën Omeri. Ja, ka thonë, qatë mësim që ka thonë Omeri, ka thonë, mo, kur njerës ka bëjë që ka vimë sëve, ja, thonë. Idha darabe, awja, kur ka mshu, ka gjek. Kur ka hec, shpejt ka hec sigur ato, a i që ka thonë, shkajnë të bëjë kështu, pse hec një kështu? Më ka dhut devotshëm, në lodhe në akfut. Pra nuk është devotshmëria me u maru, me u shtir, me teshat vjetra, pa pastërti. Kjo feja është e pastër. At-tahuru shatrul iman. Pastërtia është gjithsa imanit. Po devotshmëria e vlellëku është në zemër, në takvallëk, kur besimtari ka frikë Allahut dhe ban vepra të mira. Bismillah. Vazhdojmë me kuptimin e hadithit për, me thonë, aspektin gjysor. O fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kur e du robin, unë e bëhem dëgjimi i tij. Disa prej grupacioneve të devijuar, subhanallah, e kanë një mendim shumë të gabuar dhe thonë se me këtë hadith argumentojnë, subhanallah. Se Allahu thot shkrihet, stakfirullah të robi. Hasha wa kella. Allahu bashkohet të robi. Stakfirullah. Prandaj edhe i adhurojnë ato. I adhurojnë ato shejkhat e vet.
E bëjnë vend të Zotit. Sa do të thonë çosh kam rinë delegjet në altaj, u ka do të thonë astaghfirullah, Zoti është ka hitë tek ai, astaghfirullah. Hasha wa kella. Mirë po kuptimi i këtij hadithit, në hadithin tjetër që tregon, thot robi em thot, ndëgjon vetëm se gjërat që unë jam i kënaqur. Vetëm Allah është i kënaqur dhe gjëra i ndëgjon. Dhe shikon vetëm në gjëra që Allah është i kënaqur. Nuk shikon haram. Nuk shikon në punë që Allah ka ndalu. Shikon në Kur'an. E nëse shikon në haram, ndëgjon në haram, atëherë dije se nuk i ki punë mirë me Allahun azza wa jall. Se robi afrohet tek Allahu me farzët. Pastaj me nafilet, e kur afrohesh tek Allahu, atëherë thot ai ndëgjon vetëm aty ku unë jam i kënaqur. Shiqon vetëm në atë gjëra që unë jam i kënaqur, shiqon në Kur'anin, shiqon në krijimin që ka kriju Allahu azza wa jall, në yjet, në hanën, dhe mediton. Dhe bëhem thot dora e tij, thot ai thot prek vetëm aty ku Allahu është i kënaqur dhe hec vetëm aty ku Allahu është i kënaqur. E argument kundra atyre do të ka thënë këto sufit është fjala më poshtë ku thot wala in sa'alani la uthiyanna. E nëse kërkon diç për me unë kam i dhon. Po s'ka mundsi robi afton për robën e kërkuar, duhet të kërkoj Allahut. Nëse kërkon Allahu thot për meje, thot la utiyanna kam i dhon. Wala in ista'adhani la uidhanna. E nëse kërkon mbrojtje, do ta mbroj. Besimtari kur bëhet i dashur Allahut, Allahu azza wa jall ja pranon duat. Mirë po, a ja pranon çdo dua? Po, çdo dua e pranon. Mirë po Allahu ja ruan besimtarët në ditën e gjykimit. Ka thënë pejgamberi alajhissalam kur bën dua robi, e ka njënën prej këtyre trijave. Ose Allahu ja pranon duan, ose Allahu ja largon të keqe, ose ja ruan duan në ditën e gjykimit. Allahu kur sa pranon duan, dije se Allahu të don. E di se nëse ta jep çast gjon ti do të kemë kesh përdor. Allahu e vlijat të dashur të ti kështu i ruan Allahu. Nuk ja pranon don, ja ruan në ahiret. Kur ta shohë besimtarin në ahiret gjithë ato vepra të mira, shumë. Ka më thënë o Zot këto vepra çka janë? Shumë. Thot këto janë duat tuaja që s'u kanë pranuar në dunjë. Duat që i ke bëti në dunjë s'u kanë pranuar. Do të ketë dëshirë besimtari, thot, sigur asnjë dua mos më ishte pranuar. Ti kisha pas këtë në ahiret. Se kom bo dua, më ka dhënë Allah për shembull diçka për të mirë të dunjos, edhe kam shfryzuar dunjë mos e kije më në ahiret. Ka pas dëshirë ti kisha pas këtë duat atje. Sahabët radhiyallahu anhu ishin ata që Allahu ja pranoi këtë duat. Ka qenë Bara ibn Malik. Kur ka bo, e kanë thirrë Beran, ka thonë po ndonë në luftë. Si ka bo doa në atë luftë, e kanë fituar luftën. Sa'd ibn Abi Waqqas, kur ka bo dua Sa'd ibn Abi Waqqas, minja ka pranuar doaja. Njëherë Ali radhiyallahu anhu, njëri prej njerëzve falni, ka shojt Ali radhiyallahu anhu. E ka shojt, ka fol keq për Ali radhiyallahu anhu, për të dashurin e Allahut. Sa'd ibn Abi Waqqas e kanë dëgjuar dhe ka bo dua kundra tij. Dhe sa ka bo dua, me njerë një deve ka ardhë shpejt, ka vrapu dhe e kam shumë me shkelma, e ka shkel, e ka mbrit. E ka pranu doja. Njëherë, kur Omer radhiyallahu anhu e ban, do më thonë, zavendës e ban vali, në një vend atje në Kufe, dhe bëhet imam në atë vend, ja falë namazin. Njerëzit ankohen për kanë? Për Sa'd ibn Abi Waqqas, për shokin e pejgamberit, dhe vetë ta duan, subhanallahu, ka fitnëxhi gjithkund, ku të shkosh? Në kohën e sahabeve ka pas fitnëxhi. Kanë thënë se Sa'd ibn Abi Waqqas s'na i fal mirë namazin. Janë ankutë Omer radhiyallahu anhu. Omer radhiyallahu anhu ka çuar delegacion atje për Sa'd ibn Abi Waqqas, e ka thënë se është shok i pejgamberit alajhissalam. Kur ka vetë në çdo xhami, këtë xhamiat kanë thënë se jo be shumë është i mirë Sa'd ibn Abi Waqqas. Mirë në e falë namazin, kitë në rregull. Vetëm në një xhami qohet njëri, e ka pas emrin Ebu Sa'de, një fitnëxhi, thot, vallahi thot Sa'di është i keqe, është i padrejtë, fol, çka mos për Sa'din. Sa'd ibn Abi Waqqas ngritet edhe thot, dhe bën dua, o Zot, nëse kjo është çu për si e faqe,
Dhe është rënaves, thot Allahumme tawil umrahu. O Allah, shtoja jetën. Wa atil fakrahu, shtoja thot fakra Allahun. Thot wa arridhu ala fitne, edhe thot sprovoje. Edhe thot transmetuesi i këtij hadithi, thot e kena pa këtë Ebu Sa'den, e kena pa në për rrugë duke hesot, ish plak, ish boj kurrusur, dhe më thonë vetlat e kishin hinë, më thonë në si, nuk shif ke mirë, shkoj ke edhe vajzat i nguz ka pëtën, i ka nguz vajzat. E dhe kërë ka vetë, o ti, thot, ti plak i e, shkaj të po kështu, thot, vëllaj, thot, më ka rogë, thot, doja e Sa'd ibn Abi Waqqasit, se jam qurë në atë kohë, thot, kam folë padresisht, për Sa'din, e Sa'di ka bo doja kundra meje. E nëse ti e vlijaj Allahut, i dash Allahut, Allahu Azza wa Jall të dashën e vetë e donë dhe ja pranon duan, e nëse dikush e ngasmon, Allahu Azza wa Jall i shpall luft. E si i shpall luft Allahu Azza wa Jall? Allahu Azza wa Jall si i shpall luft dhe zër. Nëse ti të dashën e Allahut e ngasmon, e nënçmon padrejtësisht, dije se Allahu të largon udhëzimin. Allahu të pengon prej tobës, së në pendohësh. Allahu t'je përfundim të keq. Kështu, dhe mund së nëse ti i ngacmon apo i lufton të dashurit e Allahut. Disa dobi që nxjerrin nga ky hadith dhe robëzër, e dobije që nxjerrin nga ky hadith, e vlijat e Allahut, të dashurit e Allahut janë dy lloje. Ata që i bëjnë urdhnat e Allahut dhe që largohen prej mëkateve, këta janë mu'minat. I bëjnë urdhnat e Allahut dhe nuk shtojnë nafile. Këta janë mu'minat. Këta janë një gradë më poshtë. Grada më lartë janë ata që bëjnë gara në vepra të mira. Këta janë ata që bëjnë gara në vepra të mira. Ibn Taymija thotë këta janë 3 lloje. Edhe një lloj, pra dhe muslimat janë ata të cilët, domethënë lloji më i ulët, janë ata që i bëjnë urdhat e Allahut, mirë po ndonjë urdhër e lan mangut. Ndonjë urdhër e lan dhe ndonjë mëkat i bëjnë Allahut Azza wa Jall. Këto janë zalimun li nafsi, që kanë bë padrejti vetes. Thotë Allahu Kur'an, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Ne thot ja u dham librin robërve të cilët i kemi zgjedhur. Pra i ka zgjedhur, tu tre part Allah i ka zgjedhur. Fa minhum zalimun nafsi. Ka prej tyre thot që i ka bërë zullum vetvetes me mëkate. Wa minhum muqtasid. Ka prej tyre që janë mesatar në vepra. Wa minhum sabiq, do të mesatarët e mu'minat, wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, dhe ka prej tyre që bëjnë gara me lejen e Allahut, bëjnë gara në vepra të mira me lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe këta janë muhsinat. Kjo është grada më e lartë. Ihsani, çka është ihsan? Pejgamberi sa ka definuar dhe ka thonë, "En ta'bud Allah ka'annaka tara." Ta adhurosh Allahun sikur se më e pa. Ta adhurosh Allahun sikur se më e pa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. E nëse ti nuk e shef Allahun, ai ti të shef. Po kjo është grada më e lartë. Prandaj Allahu Azza wa Jall në Kur'an i përshkruan në suratul Waqi'a, a'udhu billahi minash rajim, was-sabiquna as-sabiqun. Thot ata që të bëjnë gara në punë të mira, do të jenë të parë në xhennet. Do të jenë më lart në xhennet. Ulaika al-muqarrabun. Këta janë muqarrabun. Janë të afërmit e Allahut, janë shumë afër Allahut. Të cilët bëjnë gara në vepra të mira. Punojnë, i bëjnë urdhat e Allahut dhe mundohen të bëjnë nafile sa më shumë. Fi jannatin na'im. Janë në përgjenete të begatshme. Janë në përgjenete të begatshme. Dhe më poshtë thot Allahu, ala sururin mawduna. Ata janë në përshtetër të qëndisur me ar.
Muttakin alejha mutakabilin. Ata të mbështetur në këlltuqe dhe e shikojnë njëri tjetrin edhe bisedojnë. Yatufu alejhim wildanum mukhalladun. Thot, tek ata sillen disa djelbosha të rinë në mosh dhe ju bën shërbejnë, ju japin ushqim. Thënë komentatorët e Koranit, Ibn Mesudi, sa më kujtohet, thot, çdo xhenetli i ka nga 1000 shërbetor. Allahu Ekber. Çdo xhenetli i ka nga 1000 shërbetor, secili e ka shërbimin e ndryshëm. Dhe kanë me hënë, kanë mu knaqë dhe nuk ngopen. Sa herë që hajnë, bohen ushqimi tretë dhe bohet djersa dhe djersa vjen e ramish. Kjo është kuptimi yatufu alejhim wildanun mukhalladun. 1000 shërbetor vjen të shërbejnë, çka do me hanë, çka do me pi. Përderisa ti i je robi Allahut, i besesh dhe Allahut azza wa jall, Allahu shpërblen ti me xhennet. Ti bën 1000 shërbetor në xhennet e ki më knaq. Pastaj Allahu azza wa jall tregon edhe për ata grupin e ditë që janë më poshtë se muhsinat, për mu'minat thot: "Wa ashabul yamin ma ashabul yamin." E thot banorët e djathtë. Kush janë ata banorët e djathtë? Fi sidrin makhdud. Ata thot janë thot në disa drunj dhe pemë pa gjemba. S'ka thera, si ose këtu do frutë kur do mi hongë, do mana thera dhe sen, do gështenja ta shpendorën. Fi sidrin makhdud. S'kan drujt thera. Wa talhim mandud. Thot edhe edhe banane të shishme. Afrohen afër bananet. Kur ta shoh besimtari, po ndonjë kena hongë me banane. Kur ta provoje, çfarë shije s'pas ka kona e kur gjoja shije e dunjos. Frutet të lloj-llojshme. Wa dhillim mamdud. Edhe hije të përhershme, të freskët, vend të freskët me burime të lloj-llojshme. Wa fakihatin kathira. Edhe ati kanë me pas frutet të lloj-llojshme. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Thot nuk ndërpriten. Vazhdimisht ato, më thonë, pemt e xhenetit japin frute të lloj-llojshme dhe asnjëherë nuk ndërpriten. Edhe se keni haram, la mamnu'a, nuk ka haram aty. I keni halal një hongër. Wa furushin marfu'a. Dhe thot atje thot ka thot shtretër të lartë. Është për qëllim gra, hyri, si më dha për besimtarët li ashabil yamin. Mirë po, gratë e besimtarëve do të jenë zotëreshat e hyrive. Pra kështu Allahu azza wa jall i përgëzon besimtarët të cilët e kanë frikë Allahun, të janë muhsinin, i përgëzon me xhennet dhe i përgëzon me hyrje të xhennetit. Për dobive të ndërua vëllezër, për dobive të këtij hadithit të ndërua vëllezër është se si të bëhemi, pra ky hadith na tregon se si të bëhemi të dashurit e Allahut azza wa jall. Shumë qartë na tregon ky hadith se si më bë i dashur i Allahut azza wa jall. Pra hadithi fillon: robi im thot afrohet me farzët që unë ja kam bërë obligim. Elhamdulillah. Pra me farzët, robi së fillim afrohet tek Allahu me farzët që Allahu ne ka bërë obligim. Farzi, obligimi më kryesor i besimtarit është tauhidi, njëshmëria e Allahut. Me njësu Allahun të vetmin në adhurim dhe mos t'i shoqërojsh Allahut askënd në adhurim. E ka pyet pejgamberi sa Muadh ibn Jabelin, ma haqqullahi ala al-abid. Çka është haki i robërve ndaj Allahut dhe çka është haki i Allahut ndaj robërve? Ka thonë Allahu Rasulu alam. Pejgamberi sa ka thonë, haki i robërve ndaj Allahut është të adhurojnë Allahun dhe mos t'i shoqërojnë askënd në adhurim.
Ndërsa haku i Allahut ndaj robërve është se ai i cili e adhuron Allahun dhe nuk i shoqëron askën në adhurim, ta fut në xhennet. Ta shpëton prej zjarmit të xhenemit dhe ta shtin në xhennet. Kjo është haki i Allahut. Haki jonë është ne të adhurojmë Allahun. Obligimi më kryesor është të adhurojmë Allahun dhe askënd mos t'i përshkruajmë shumë. Obligimi tjetër për besimtarin është namazi. Mirë po namazin me fal me frikë respekt, me khushu, me meditim. Jo me fal namazin shkele shko, veç ta ka përcen një gajle. Sa Allahu në Kur'an, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum ala salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët, të cilët kur e falin namazin e falin me khushu. Me khushu, me frikë respekt. Gjithashtu prej obligimeve vëllezër është agjërimi, zeqati për ata që kanë mundësi, haxhin për ata që kanë mundësi. Pra me obligime besimtari afrohet tek Allahu. Pastaj afrohet gjithashtu duke u largu prej harameve. Dhe afrohet tek Allahu me veprat vullnetare. Me këtë veprat të tëra me veprat vullnetare afrohesh tek Allahu, bosh evlija i dashur i Allahut. Bohesh prej muhsininve. Do t'i përmendim veç disa vepra me të cilët dhe inshallah këtë e mbarojmë. Vepra e parë është me Kur'an, vëllezër. Kur'anin e kemi lënë mas shpine. Ne do na mu bë evlija të Allahut. Të dashurit e Allahut do na mu bë, mirë po ne e kemi lënë Kur'anin mas shpine. Allahu thot për Kur'anin ruh. E kemi zbrit një shpirt. E si ka mundësi ti të jetosh me iman të fortë pa shpirt? Allahu e qunë Kur'anin shpirt. Ndërsa ne e kemi lënë shpirtin mas shpine. Nuk e lexojmë Kur'anin. Kemi mundësi ta bëjmë një hatme në muj me një metodë shumë të lehtë. Për çdo namaz ka 4 faqe nëse i lexojmë. Për çdo namaz ka 4 faqe, 5 namaze, 20 faqe, një gjus. Për një muj e bën një hatme shumë lehtë. 4 faqe e lexon për 4 minuta, për 10 minuta, ose dikush pak më ka dalë lexon. Ne asë një hatë me se bëjmë. E kemi lënë Kur'anin mas shpinën, prandaj edhe nuk e kemi imanin e fortë. Jemi të dopt. Allah, pejgamberi sa thot, "Iqra al-Quran", lexoni Kur'anin. "Iqra suratul Baqara", lexoni surën Baqara. Fa inna akhdha baraka, kush lexon ka shumë bereqet. Prandaj si na bereqet. Kush e lexon, kush e mëson surën Baqara, ka shumë bereqet. Wa tarkuha hasra, kush e lën, shumë ka me hub. Shumë ka mu pendu kush e lën surën Baqara se lexon. Edhe në dunjë ka me hub, edhe në ahiret ka mu pendu pse unë se lexova surën Baqara. Wala yastati'u al batala. Sirbas kush ose mbajnë. Se ti e lexon surën Baqara. Me një shpirt, ku lexon surën Baqara, shejtani s'lëviz. S'mund me një shpirt. Ne kemi lënë Kur'anin. Kemi lënë surën Baqara. Sahabët u kapën me Kur'anin edhe u bën evlija të Allahut dhe u bën për atyre që Allahu ja pranoi këtë duan. Çështja tjetër dhe vëllezër është sa më shumë vëllezër dhikr me bën. Ne përmend Allahun Azza wa Jall se dhikri ta ngjall zemrën. Dhikri të bën të gjallë. مثل الذي thot pejgamberi sa مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Shembulli i atij që e përmend Allahun dhe atij që e përmend Allahun është sikur se i gjalli me të vdekurin. Sigur se i gjalli me të vdekurin. Ai që përmend Allahun është i vdektë. Ai ka zemrën të vdektë. I ka vdek zemra. Thot pejgamberi sa në hadith kutsi nisoj ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Unë thot jam në mendimin e robit tim kur ai më përkujton. Fa in dhakarani fi nafsi dhakartu fi nafsi. Nëse më përkujton në veten e vet, ka më përkujtu tek vetja ime, Allahu të përkujton ti. Subhanallah, kush e bën? Wa in dhakarani fi mala'in dhakartu fi mala'in khayr minhu. Nëse më përmend në një tubim, unë thot ka me përmend dhe ka me përkujtur një tubim më të mirë sa i tubim që është. Pra, vëzër, me përmend Allahun sa më shumë, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, se shohim se shumë janë shtu sihirbazët, janë shtu magjistarët, janë shtu nevoja për me bërë rukje. Bëjnë sihir, bëjnë magjia. E ti nëse përmend Allahun në atë moment,
Bon vaki, kur don shejtani gjini me dëmtuti, kur ta pranon që Allahun djegë dhe shkatërrohet. Sa më shumë vëllezër me përmend Allahun, gjithashtu prej veprave të mira që duhet të praktikojmë është me u dasht për hir të Allahut Azza wa Jall. Është një vepër vëllezër, është vepër e dashur, është vepër e vlefshme, mi po shumë pak ne i japim rëndësi kësaj veprës. Për pak e për shumë prishna me vllavin ton, për interes e prishim muhabetet, nuk i jap selam atij. Na ka bo kështu, na ka bo ashtu. Për pak e për shumë e prish një shpërblim të madh që Allahu na ka urdhënuar me u dash njëri me tjetrin, dhe me u dash për hir të Allahut, dhe mos me u dash pa kur çfarë interesi. Me u dash vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Është një vepër se Allahu vallahi e vlerëson shumë këtë vepër. Mi po ne shumë vllazëllëki shumë është i cekët. Të folim sa më shumë për vllazëllëkin, me u dash për hir të Allahut. Me i thon vllavit vallahi du për hir të Allahut. A i themin e vleznive. Si thona, rallë dikush, vetëm ka bëshëru Allahu Azza wa Jall. Thuj, për nëse ka nëse do të ka për të Allahu, thuj do për të Allahu. Se kjo e shton dashurin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë hadith vllazni e mbarojmë inshallah, thot: Inna min ibadillahi la unasan. Allahu i ka disa robër të veçantë. Subhanallahu, që të veçantë. Unasan, ibadillah, robët e Allahut. Ma hum bi anbiya wala shuhada, janë pejgamberlën. As shahida. Yaghbituhum al-anbiya wa shuhada yawm al-qiyamah, kanë me lakmu edhe shahidat, edhe pejgamberlën në pozitën që e kanë Allahu që i ka dhënë këtyre njerëzve. Qalu ya Rasulullah, tukhbina minhum, than, da tregoj dërgohet kush janë, ne duam me kon për atyre, sahabët kanë qenë kujdesshëm. Qala hum qaumun tahabu bi ruhi llahi ala ghairi arham bainahum. Ata janë një popull që ndash për hir të Allahut, mirë po s'kan pas farefisnin mes vetë. Jo pse kanë pas farefisnin, jo ndash, jo, vetëm se për hir të Allahut. Wala anwalin yata'tawnu, as nuk kanë pas pasuri mes vetë. Se kanë ndash njëri tjetrin për pasuri, thot. Fa wallahi inna wujuhum lanur. Pasha Allahu thot, në ditën e gjykimit fytyrat e tyre bëjnë dritë. Wa annahum ala manabir min nur, ata janë për karika me dritë, në koltuqe këtë me dritë. La yakhafuna idha khafa an-nas. Kur frigohen njerëzit prej trishtimit të madh, këto nuk frigohen. Wala yahzanuna idha hazana an-nas. Nuk mërziten kur të gjithë njerëzit mërziten. Kush janë këta? Këta janë ata të cilët janë dash për të Allahut. Pastaj pejgamberi sa pasi e tha këtë hadith, e lexoj ajetin A'udhu billahi minash rajim. Ala inna awliya Allah. Me të vërtet të dashurit e Allahut. La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Nuk kanë frikë. As në dunjo, as momentin e daljes së ruhit, as në varr, as kur dalim për Allahut. Wala yahzanun, as nuk kanë mu dëshpëru. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata të cilët kanë besu dhe i kanë pas frikë Allahut. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata kanë bushra, përgëzime në jetën mishde, në jetën e kësaj bote. A dhe çfarë bushra kanë vëllezër? Ka thonë pejgamberi alayhis salam në hadith e vërtet, ru'ya saliha. Ëndër të mirë shef besimtari prej Allahut. Ose ai e shef, ose dikush tjetër thotë kum pa në ëndër. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ata kanë mishde dhe bushra, përgëzim në jetën e kësaj bote dhe në ahiret. Edhe në ahiret Allahu i përgëzon dhe me lajket i përgëzojnë me xhenete. La tabdila li kalimatillah. Allahu se ndron fjalën.
La tebdile li kelimatillah. Dhalika huwa al-fawzu al-azim. Me të vërtet kjo është një fitore madhështore, një fitore e madhe. Fitoria më e madhe, vëllezër, është të shpëtosh prej zjarmit të xhehenemit dhe të hish në xhenet. Kjo ka qenë brenga më e madhe e sahabeve radhiyallahu anhum. Allahu thot Kur'an: kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka më shiu vdekjen. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. E pastaj do të shpërbleheni ose do të dënoheni në ditën e gjykimit. Varet sipas veprave që keni vepruar. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Kush shpëton prej zjarmit dhe hin xhenet ka korr sukses të madh. Ka fitu një fitore të madhe. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se një përjetim mashtrues. Kjo jetë vetëm të mashtron. Prandaj vëllezër, mos u mashtroni mas jetës së kësaj bote, bëhuni të dashurit e Allahut, afrohuni tek Allahu me vepra të mira, bëni obligime që Allahu na ka obligu, largohuni prej veprave ndalesave që Allahu na ka ndalu, bëni sa më shumë nafile vepra vullnetare nëse doni me pat jetë të lumtur në këtë botë dhe në ahiret. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bën për të dashurve të tij. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bën për atyre të cilët hecim në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vdesim në fund me fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.